dikur muj, e dal nga dal javë, e tani po bëhet në ditë ku shqiptarët nuk e kanë fare problem ku jetojnë, qysh jetojnë, i mysin, i sulmojnë, i dhunojnë, i plagosin gratë e veta. Hala ma keq bëhet rasti kur burri e therr me thik gruan në sy të djalit 7 vjeçar. Gazeta Belg ka raportu që të dytë janë prej Kosovës, ende s'ka, policia nuk po don me dhënë deklarat derisa ta përfundon. Kjo gjendet në spital në gjendje jashtëzakonisht kritike. Djali është me Jugendamt, me behërdet, me institucionet përkatëse, ndërsa ai kafsha është arrestuar. Me siguri do të vinë komentet e zakonshme. Kurv, apo se kështu e klasifikojmë. Ama asnjëherë se kuptojmë që shqiptarët kanë filluar me bo femicid të tmerrshëm. Kaq mund të them për momentin.